Çfarë do të bënit ju me 1.000.000 euro? Në qoftë se ju do të kishit sot 1.000.000 euro, çfarë do të bënit? Shiko, do t'i tregoj këtë histori që ka ndodhur këtu në Itali, nuk ka pak ditë që ka ndodhur, sepse na bën që të reflektojmë thellë. Shikoni se çfarë ndodhi. Një familje që ka punuar normalisht. Ajo ka punuar në bashki, kurse i shoqi ka punuar në në fabrikën e makinës Fiat. Dhe jo gjithmonë, sepse ai punoi atje rreth 20 vjet, por më vonë pastaj u bë investitor, sepse për ata që nuk janë të informuar, ka disa lëvizje ndonjëherë që ti mund të bësh investitor tek puna që bën. Dhe çfarë bëri ky zotëria? Dal nga dal, vuri disa të ardhura financiare, bleu shtëpinë, blen së bashku me gruan dhe kalojnë shkëlqyeshëm. Po shikoni se çfarë ndodhi, sepse ai doli në pension. Doli në pension së bashku me gruan dhe e gëzuan pensionin për disa vjet. Tani ai është 74 vjeç tani. Dhe i tha fëmijëve, i mblodhi fëmijët, një ditë mblodhi, dy janë ata, kështu i mblodhi të dy vajzë dhe djalë, i mblodhi dhe u tha, më thoni tha se si doni tha që t'i ndajmë këto shtëpitë, se kanë edhe një shtëpi në anës detit. Dhe të ardhot financiar dhe lekët. Që të keni diçka tha, sepse vajza është martuar. Djali, le të themi që rri me njërën, kështu dhe po kjo është pak e huaj kjo. Dhe nuk kam asgjë kundër të huajve, absolutisht jo, se i huaj jam vetë, por dëgjojeni me vëmendje. Atëre, ndodhi që ky djali ti, tha, unë dua lek, tha. Miri thaj, edhe tani, ndër vite, sepse si shtash këta edhe kanë investuar, ndër vite kishin vënë disa para dhe kështu çfarë bën? I lan një pjesë asaj vajzës dhe një pjesë djalit, por vajza kërkoi hyrje, kërkoi shtëpinë në det. Dhe tha, okay, ta kompensoj me para me këtë tjetrin. Dhe i dhan këtij tjetrit. Çfarë bëri ky tani? Sa po i mori lekët, ky mjeshtri, bëri një udhëtim që ja kishte sugjeruar e fejuara. Një udhëtim fantastik. Gjën e parë që bën, sepse është një udhëtim që ti mund të harxhosh, me fjalë, nëse ke 1.000.000 euro, ti mund të japësh këto 1.000.000 euro dhe ti kalon 10 ditë si pasha. Në një udhëtim që ata, kjo kompani të bën, me fjalë që të organizon. Çfarë bëjnë ta? Të marrin me një jet privat, me një avion privat, që kushton mijëra euro, shkon në disa ishuj, si për shembull ky shkoi në Fiji, në ishullit Fiji, pastaj nga ishulli aty, brenda ishullit kishte një makinë Lamborghini që e çonte në rreth ishullit, së bashku me vajzën, pra se cili kishte një Lamborghini. Më duket ajo dëshironte Ferrari dhe ikte me Ferrari. Fjetja normal kushton minimumi 10.000, 20.000 euro nata dhe ngrënia, çfarë të them unë, me fjalë niveleve të larta, vetëm për ata, për ata të dy, me shef, me dy asistent, shefi, me dy asistent që asistojnë gjatë shërbimit, me kamarier. Dhe të dy këta, me fjalë me ato kandelat e ndezura në një verand me një shampanjë që kushton mijëra euro dhe me verë të kuqe që çfarë t'ju them unë, e viteve 70-80. Dhe në fund fare, fjetja që bëhet, me fjalë bëhet me asistent, me masazh.
kështu që përpara se të flije, i bënin masazh të dyve, asaj i bënte masazh një muskoloz, një mashkull me ngjyrë, me sa e kuptova, kurse ai kishte një geisha japoneze që i bënte masazhe. Geishat japoneze janë ato që geishat japoneze janë ata që një sekond pak se këtu edhe dhe po thoshja që kur ka disa që se ndonjëri për të dalë ka probleme si puna e këtij djaloshit që ju thash tani që po ju tregoj historinë. Ndonjëri ka dhe probleme që të dalë nga vendi ku ka parkuar. Nejse, po thosha, lëviza unë 20 centimetra sepse nuk dilte dot. Nejse, doja t'i thoshja që ky zotëria, pra ky djali që nuk është djalë, po tani është 40 vjeç, po thuaj 38 vjeç. Dhe si përfundim, harxhoi në të gjithë këtë që ju thash unë për 10 ditë, harxhuan 1 milion euro. 1 milion euro për të bërë një jetë si mbret, sepse kështu thaj. Unë tha, dua të bëj thaj një vakanca si mbret. Dhe pse po qesh, sepse në fund fare, me fjalë, ai tani po mendon se si të pagoj siguracionin e makinës, se si të pagoj ato boletat, si quhen këto drita, ujë dhe çfarë janë këto, dhe po pret çuna të më falni, kështu që ndaj po shikoj. Dhe si përfundim thatë ju, i harxhoi 1 milion euro brenda 10 ditësh. Dhe tani ka ngelur, shiko, mbaj mend njerë kur ishin të vegjël, unë, jo tjerët, mbaj mend kur ishin të vegjël që po jepnim në dhanë ca karamele, kështu që unë kisha disa shok aty dhe me ato që kisha në dorë, i dhash njëri tjetër, u ktheva prap tek mamaja. Kam nga ato karamele, i thash, jo, tha mamaja, s'kam, u dhash secilit nga një, por mbeta për vetë. O, sa e mbaj mënda dhe kam qara atër, ishe i vogël. Mund të kem qenë 3 vjeç. 2 vjeç e gjysëm. Dhe po thosha, e njëta gjë që më ka ndodhur mua atëre kur isha i ri. Dhe ky i shkreti. Tani, te i këtyre të qeshurave se më bëri shumë për shtypje kjo. Shumë fare. Por i mirë gomar. Ti mendon, sepse sot, si mund të bësh ti 1 milion sot? Sot nuk bëndot 1.000 euro. Ti vësh minjan 1.000 euro, jo 1 milion. Pra si të vjen ndërmend ty që të marrësh ato 1 milion euro dhe të bësh xhiros. 1 milion euro i bën njëri që ka 100 milion, pas 100 milion, nuk i shpenzon. Nuk i shpenzon. E di që ndokush nga ju nuk e beson, do thot, shiko, është lajmi i fundit. 1 milion euro shpenzoi vetëm për të bërë vakanca, me fjalë pushime, si mbret. Këtë tha. Po shturpi madh. Dhe unë ndaj ju thash, juve, nuk e di tani, unë shpresoj që të keni jo 1 milion euro në bank, por të keni miliarda euro në bank. Shpresoj. Por ju, në qoftë se do t'ju japin 1 milion euro sot, dhe t'ju thon prindrit tuaj, na këto 1 milion euro, bëni çfarë të doni. Ju çfarë do bënit me ato 1 milion euro? Hajde. Po presë sepse kemi një 2 minuta sa të vinë çunat, kështu që do lexoj komentet tuaja. Kështu që pres komentet se çfarë do bënit ju me 1 milion euro. Shiko, për të bërë atë 1 milion euro,
ai jati, sepse unë njoh jatin, të jemën rrallë e kam parë kështu, sepse kur punonte në bashki, por të jatin që e njoh, njeri fisnik, burr fisnik, ai nuk prishte i shkreti për veten e tij, nuk është se nuk vishe i mirë, por nuk prishte. Mundohej që me fjalë vetëm kur bënin ato pushimet verore. Dhe pa dyshim me fjalë kanë vuajtur, si gjithë tjerët. Dhe kështu që ai me zgjuarsi bëri investime, dhe investimet i dhan frut. Frutat e çuan deri këtu, me fjalë që ai të bënte ma merr mendja rreth gjitha me gjithë shtëpi, me gjithë çka rreth 3 milionë euro. Por kjo së bashku me gruan, ndoshta, ata janë nga familja që të dy, burrë e grua, nga familje që vinin nga familje të pasur, jo të pasur shumë, po që jetonin mirë. Dhe ndoshta diçka ata kishin në familje. Dhe plus asaj, sepse kur u martuan kishin shtëpi, kishin çdo gjë gati, dhe kështu që normal që ata nuk e filluan nga zeroja. Vurën para nga zeroja, po, ose ndoshta jo, ndoshta i kishin, por megjithatë, gjithë jetën ata për të kursyer gjithë ato para, me një fjalë kursyen jetën e tyre, kursyen çdo gjë dhe në fund ja dhan fëmijëve. Dhe ai shkreti shkoi u shtrua në spital, i jati. I pati një atak në zemër, që nuk ishte i fort, por u dëshpërua shumë fare. Dhe është shumë e rëndë ta mendosh që një njeri bëri ç'është e mundur që të bënte diçka në jetën e tij dhe pastaj ja dha fëmijës, dhe fëmia i shpërdoroi brenda një dite. Brenda një 10 ditësh. Tani pse e them këtë? Sepse është kaq e vështirë për ndonjërin që thot pse se bën ti këtë, por dikë që e bën, çdo lloj gjëje, një që mbledh para, që bën një punë, që për çdo gjë. Pra, në qoftë se je i Zoti, bëje. Dhe në këtë rast, në qoftë se ky djaloshi nuk ka punuar dhe nuk ka vënë para, ai nuk e di vlerën e tyre, nuk di se sa vlejnë ato para dhe sa kohë i duhet për të kursyer një grusht para. Nuk e di. Ai nuk e di, sepse ai u rrit me një familje shumë të mirë. E çuan në universitet, që universitetin pa 7 vitesh e mori. 8 më duket, 8 vite. Dhe rrinte për qejf. Edhe në fund fare dhe pagoj që ta mbaronte, sepse pagoj profesor që ta ndihmonin. Dhe po thoshja që nuk e di ju, por unë sikur të kisha edhe 1.000 euro, nuk do i shpërdoroja ashtu si i shpërdoroi ai. Megjithatë, unë pres komentet tuaja. Ju, çfarë do të bënit nëse sot prindrit tuaj t'ju japin 1 milion euro, si do t'i shpenzonit ato, ose çfarë do bënit me to? Presë, ju përqafoj dhe kalofshi një ditë bukur. Hajde.